Kjo Shqipëria është si kështu si kur në vete, le të themi. Ka fillu vinë njerëz nga anë e kënd botës, vetëm në Shqipëri si mojnë vesh që tu ka lloj energjie pozitive. Duhet të jetosh vetë këtu që të kuptosh se. Prandaj edhe ato e kanë dëgjuar nga të tjerë, vinë ta provojnë një herë. Se kështu me teorira me. A s'është e vërtetë? Po çfarë? Që këtu në Shqipëri, Po nuk dëgjon të Sali Berishën për ditë çfarë si flet. unë e dëgjoj me karazi, e dëgjoj pas sa riti kuptoj as Berishën, as Ramën. Atëherë jam Vilien, atë e kam pas kuptuar, po se dëgjoj më tani, nuk ja kanë heqë, kanë mbyll gojën, ku diun. Ai bota shkrime kështu po unë s'di të lexoj. S'di të lexosh. Edhe del me mikrofon. Di vesh flas më për të lexuar nuk di. Ato që flasin nuk e dëgjoj mirë këto Po për çfarë flasin? politika. Për çfarë flasin? Po çfarë thonë ata? Po Ku do të thotë? Asi si dëgjove? Unë ndjej për ditë dhe ndjej atë Sali Berishën. Çfarë thonë ai? Edhe ngel kështu i shasisu, si ka mundsi një delikuent, një maskaranja që uri flet mes qytetit, mes penxherë. Në penxherën e hypati në penxherë, çfarë flet? Po ka dalë nga penxhere, s'është më penxhere. Ai fillon zgjidhje, fillon ato zgjedhjet mita. Fillon zgjedhje, dol nga fillon zgjedhje në rregull. Po bonore i thon, shiko. I thon. Po mbet zgjedhjet. I thonë, se zgjedhjet neve, zgjedhjet. Neve do fitojmë kështu, ore zotni. I ke ne, jo, ai kishte një plan e ka kujdisur aq mirë. Sa ka 10 ditë, 20 ditë që ata s'po kujdisen. Se ka bërë planin e... Ç'e planish? Ka bërë që të sabotoj zgjedhjet. Kush Berisha? Do përsëritën zgjedhjet nga fillimi prapë. Përsëritën zgjedhjet, 2 sekonda se herë. Merë, do përsëritën zgjedhjet prapë nga fillimi. Zgjedhjet janë bërë në rregull. Ai do t'i përsëritë se jo se ai ka kështu, jo po se ky vë, jo po se ka ashtu, jo po se shpjegon situatën e zgjedhjeve. Si shpjegon, e meritonte, e votuan njerëzit. Zgjedhjet u bën në rregull. Po është dikush që i saboton, që nuk le verdis të... Fitoi Edi Rama se sabotoi Berisha, ishte... Fitoi Tirana. Fitoi sa Edi Rama, jo Tirana. Edi Rama. Po. Fitoi, ata nuk e pranojnë. Se çfarë pranojnë ata kur vazhdojnë dreqin me vesh. Ti thua, ka qenë në rregull, çfarë do të gjë? Po ka qenë në rregull, se po mos ishte rregull, ishte bllokuar kjo në fillim. Ata vazhdojnë akoma sikur s'kan bërë asgjë. Rrejt tash 2 veta në zgjedhje shu, 2 veta, s'ka marrë thotë se po janë mankuar, po ankojmë sepse s'm ka dalë më mua aty për. Po zgjedhjet janë zgjedhje. Nuk të del ty, nuk del ty, po i dalin 10.000 të tjerë që janë aty. Nuk ka për 10.000 tash të prishet zgjedhjen për 10.000 për 2 veta që iku më i marrë. Jore vazhdon Sali Berisha. Jo kështu. A jemi mirë, Jemi mirë? Për çfarë jemi mirë? Jo, përgjithësi koha për shembull dielli është i nxehtë. Po tallesh e ti. Jo, nuk tallem. A jemi mirë për situatën politike për këtë? Për çfarë po flasim? Për çfarë jemi mirë? Apo flasim për politikën? A jemi mirë këtu ku jemi për këtë? Po nuk jetë se ne po flasim për politikën, po thoni Berisha, ky fitoi, ky do të hapi kutit prap. Edhe unë pyes tani, a jemi mirë vëlla? Ha? Desa nuk do. Pyetje me vend, ose zotëri, afro. Se jemi po qytetarë këtij, jemi mirë, s'ka ku të vej më mirë. Nuk ka ku të shkojmë më mirë. Nuk ka ku, s'ka. E mira s'ka fund. Po ky më duket se është fundi. Ky është fundi i të mirës. Mrekullia. Po ti është mirë. Votime do ishin bërë, do ishin mbyllur ato, kishte mbaruar. Ata kanë 1 muaj vazhdojnë gër, ku je mirë ti? Të lutem shumë, atje ka komisioner, ka numërus, ka vëzhgus, i ka vetë PD-ja. Profesionist. Profesionist ata. Po si mundet që këto tani apo s'ka dhënë atyre tjerëve që këto kërkojnë tani të hapin kutisë të tjerë apo s'ka dhënë? Mirë. Dhe ata paguajnë nga shteti. Dhe ata e din kanë firmosur atje që vjen në burg. I ku ai muhabet po gjë. Po i në bëne po kot, nuk fitojnë gjë.
nuk fitojnë gjë. Se vazhdojmë me këtë budalliqe. Po i numërojnë kot. Zotëri i numërojnë kot, se nuk dalën gjë. Kjo, ndoshta është e bëjmë që të tregojnë, le të themi, sikur ne jemi në interes të popullit. Jo, pa ata të kasës që ngërën, ata janë përfaqësojnë të demokratën, se Partia Demokratike e Evropës s'ka, nuk ka as Ballkani. Kemi ne, Shqipëria ka Partia Demokratike. Kur nuk ka Europa, nuk ka... Ai vajti Berisha ti, se gër. Erdhi nga Brukseli, ç'sta? Po vajtja. Ç'sta për Shqipëri? Po mirë, ai Shqipëria kështu, Shqipëria këtu. Berisha në këto zgjedhje doli i fituar. Doli fituar Berisha. Berisha doli i fituar. Ai edhe kaq nuk do merrte dot, apo jo? Doli i fituar pse E ngrejti La Civita. Po, se ka vdekur në Veroza, prandaj ka vdekur. ai doli i fituar. Mori mandati të gjallë e kishte parë atë mes bulevardit kjo. A dhe do di? Shqipëria është pa kënaq. Jo, të pa kënaq jo duhet të jesh ti unë ky djalë. Po, e saktë këtu. Për ne çfarë po bëjmë për ne, a zotëria apo? Çfarë po bëjmë për ne? A jemi mirë, prandaj dalin që pyetja imi që a jemi mirë këtu ku jemi? Ai shkatroi opozitën. Bravo, është bëj pak pa fshehtë opozitë, timi, ka zhvillim pa opozitë s'ka. Do në vend. Ai ora ti kupton ti apo s'kupton? unë s'kuptoj se s'kam për 22 vjet s'kam për Pak fare pse po. gazetar jam. Gja gazetari Berishës? Jo. I gazetës qytetarit të ushtrisë. Jam gazetar. Jo, s'kena fare ne nuk po flasim me zotërinë, nuk po flasim fare për emra, as për Berisha, as për Ramën. Flasim për ne, për realitetin, për shqiptarët, apo Ne themi kështu. Ai pa dashje, pastaj edhe me qëllim i bën keq Shqipërisë. Se dim ne. Ai bën keq Shqipërisë, se e la pa opozitë. E la pa opozitë. Ka 12-16 vjet pa opozitë Shqipëria, s'ka opozitë. Dole kjo unë. Po pra, atë po thoshte edhe, po thjesht po merresh. Ti the pastaj jo Torciversi, jo. Jo, nuk thash. Deputetët jo. Ai ka 16 vjet po shkatron depozitën, po shkatron atë pozitën e vet, jo të popullit. Populli e votoi edhe në rregull. Ai po bën gallat me Në atë listën e mbyllur kanë mbledhur njerëzit e tij që i do shumë. Ata të japin jetë për to. Të dy i kanë mbledhur, po njerëzit duan shumë. E si them tani, ish kryeministri në hetim, deputetë u kërkon ndihmë. 3 deputetë të rinj dhe 2 të vjetër për të japin edhe jetën. Po ja, është artist, është gazetar, ka vite që shkruan, po ja ta mbaroj. Dgjoj, Balliu, Bardha, Noka, digjet i qa kanë të koka? Kanë mbeturinë në kokë. Janë agjentë të BDB-s, të gjithë. Që unë të them me poezi. Me pseudonime. Kjo është drejt për drejt. Ndërsa unë po them me kështu, ka qenë shumë e bukur Tirana. Qytetarë fshatar nuk hidhin një mbeturinë as në rruga Selana. Në atë kohë, ti nuk e di se kur ke harë në Tiranë, se di po unë kam marrë në 90-ën e po the vetëm kaq. Rrugë e tot. Po çan si kam se nuk po çfarë po them? Jo nuk e tha për injori, o zotëri vend ta sqaroj të lutem se për të skeq kuptonin që njerëz që ka edhe nga ata që kanë ardhur 2000 unë jam i 55-s. Po trashëgoni. Ke qenë me fat. Rrugë e trotuar. Jo, ideja kishte për sa keni parë, jo se kush ka ardhi parë në Tiranë. Ta marroj që do ta kënaqesh. Unë jam kombinat. Si, nuk quhet pjesë e Tiranës, kombinati, ja zotëri. Dëgjoj. Bashkë me Lulishte, me Drekën, po e di që kush ishte deputeti komunalit, me Meçeu. Bande kombinatin gërd. Në kohën e qoflarkut, rrugë, trotuar me metroja pistëje qenë bërë malë, që televizje duhet kishe një mushk ose një kalë. Nata ka qenë të merë vërtet, unë natën në kokë ma e helmet në blok, kam qenë administrator në palat, kurri Pascal Milo Renitas, Meritan Ceka, Fatmir Gjafa, kam qenë 25 vjetë atje. Edhe e di si ka qenë, se dha urdhër ai qoflargu, tha, ju drejtuar popullit, shisni shtëpi kasole tokë pyllar, gomar, mullar, bar, hajderin në Tiranë, e ndërtorin na një kiosk në Lanë. E u mbush Lana, e u bësh gjithë kioska, si u bë, për turp zotit. Shesi Nën Tereza, Parkurinia, kjo, u ndërtuar në shtëpi. Dhe ai burr që kemi ne sot, që e fat për Shqipërinë, që është kryeministër. E me spatën krarrit. Që do thot? Që punoj me
për kushtim, për tani edhe këta që duke ndonjë një kot i qatë në krye, dalin ato gjërat e tjera, pasi mund të vjedhin me një çik, vjedhin jashtë. Se s'ka kush korrigjon, se s'ka opozit. Po të kishë qenë opozit, do kishin qenë akoma më mirë. Do kishin më mirë. Do kishte oponencë, përmirësim, kërkesë llogarie, por këto kërkojnë llogari për pushtetin e tyre, kushtypi në majtë të karrikës. Jeni shumë mirë të dy, e vlerësoj diskutimin, është pozitive që ka përplasje mendimesh. Kam tjetër mendime, po nuk... Pse? Shprej mendimet. Kjo është ajo që e përmirëson, këtë po themi, edhe vetë opozita do tjetë ajo që do tjetë kundërshtare në oponent, pra, në oponencë, në mendime, në qasje, për përmirësuar dhe jo vetëm për përfituar. Apo do e... Jo, e mbyllë. E mbyllë. Të rësht net, gëzohem që të pash, ishe kënaqësi. Do bëjmë edhe një temë tjetër. Jo vetëm politike, do të kalojmë pak në atë që ju keni të brendshmën tuaj, shpirtërore. Të dalim flasim pak tek ajo çka është më rëndësishme, edhe që duket sikur po zbehet dhe po humb. Më mirë të kesh një shok të mirë dhe të varfër apo të pasur? Të pasur? Atë të parën që ti. Më mirë të varfër dhe të mirë, ë? Po çfarë do në shokun? Edhe të varfër. Po le të jetë, ashtu s'ka gjë. Se ne nuk kemi që të pasur. Do shokun do shokun. Unë qëllova që jam fukara. Edhe ata tua. Shokun e mirë. Po ti i pasur do zgjidhet varfër apo po ti i pasur do zgjidhja të pasur do zgjidhja. Edi Rama është i varfër, ai jeton në kohë. Edi vetëm ditëlindje do ketë. Të gjithë kemi me kimet. Ta gëzoj madhatin e 4, biledhet të 10. Sa të ketë jetë? Edhe nuk e zgjas më shumë se lëm zahon pa gjumë. Kapi është në gjimëzu sa e, mandati 10? Sa të ketë jetë? Ma, pa mirë. Tu e rregullove pak se sa të ketë jetë? Tani, por qa në hymë puni i shok i varfër më burë? Se një se ke halë i gjotë duhen parat, duhen legët. Si dhe e bësh? Se ti unë do të i varfër? Po, unë kështu e kam zgjedhur. Me mi shok të mirë, të pastër edhe të varfër, se sa një tjetër që të më manë për kom. Po sot si është në përgjithësi, realiteti? Qa zgjedhin sot rinia ose njerëzin në përgjithësi? Zgjedhin atë që është i pasur, apo i që është i varfër dhe i mirë? Sot kanë ndryshuar shumë gjëra, ka këto 35 vjetë, o zot, se ju nuk e dini. Jo, prandaj pyesim tani që mësojmë. Them drejtën, ju nuk e dini se jeni të ri. Jemi të vetëdijshëm që se dim. E di kush e di? Them drejtën, mosha 45 vjeç e poshtë. Po, e lartë. 45 vjeç e poshtë nuk din gjë. Ah, okay, këtu po. 45 vjeç e lartë e din, po, bravo. Çfarë ishte që nuk dim? Për shembull, si ka qenë Shqipëria, jepësh një sinjal atomi, dhe gjithë njerëzit futeshin, administrata futësh në tunel, punonte, vazhdonte puna. Kurse sot u shkatërruan të gjitha. Nuk njeli asgjë. Se shko që po bëhet tani është alarmuar Evropa, po ndërtojnë qendrat e zjarrit, bunkere, bunkere lufte. Po i ndërtojnë. Ne i kishim modele, që je për sinjali nuk shikoj njeri në këmë, futeshi të gjithë në për qendra zjarri dhe nuk shikoj këmë rodi. Se lufta tani është gati, ka luftë tre botërore? Gati është, bile tani është, po e vlerëson seriozisht edhe Evropa, po merret me armatimin, po duan shpenzime të jashtëzakonshme. Se tani kanë dalë ato raketat në kontinentale nga një kontinent dhe tjetër të vjen e bym ku do vesh. Ru. Më thuj pak se tani du të mi pyetje se shumë interesante përsa përket kësaj kohës që po vjen vera, vapë, shumë nxehtësi. Ku ti kaloni pushimet? Unë kam 20 vjetë që se kam parë detin me sy. Edhe pse jam tavlora.
Dhe Çfarë nga Vlora s'ke nga parë ditë me sy? Vlora s'kam parë det me sy, kam Pse 20 që erdhën ditë. në Tiranë ti më? Ashtu që e puna. Unë jam vetëm Vlonjat, s'ka të tjerë. Këtu në Tiranë. Tirana vetëm u ka vë Vlonjat. E pse s'e ke parë ditë me sy? Festova 20 vjetori që s'kam qenë asnjë ditë në plazh. Edhe e feston, domethënë çdo vit e feston feston. që nuk shkon plazh. E. Po çka ke bollafe me plazhin, me detin, me Vlorën? Tani ç'a ndodhi? Grumbullova sa lek, e do iki ta bëj Mars. plazhin në fund të muajit iki në Amerikë. Hajde mër ta morë Atje do ta bëj plazhin. Po çka ti ka filluar lufta edhe në Kaliforni, Amerikë. po Los Angeles. Po, unë kam marrëdhënie të mira me Donald Me Trump. Donald Trump. Ë? Direkt ke ftet nga Donald Trump. Atje kam Po kujdes tani se është pak i mërzitur, është i nxehur tani se ka prish marrëdhënie relata me se ku kam qenë si puna jote. Me hyllë në ballë. me zonjën, ë? Po ka ndëror jetë, ka 18 vjet. E ke akoma në Këtu e ruaj. po këtu. Edhe aty nuk bëhet lla fare. Kam qenë pa fat, Për çfarë? që më iku shpejt. Më iku në ato botë, çfarë të bëj? E keni dashur shumë? Kaq shumë sa që ta hëngërën me sy. Prandaj se ka dalë së mundje keqe ky syri. Syri. Të hanë me sy të bëjnë magji, nuk thonë mashallah na fal që Perëndi, nuk thonë. Thonë vetëm A fjalë. është shoku i jetës bashkëshortja? Shumë. Shumë. Nuk kam shok më të afërt e më të ngushtë. S'ka. Nuk ka. Flas për kohën ku kam qenë unë dhe që ka Për raporti që keni pasur, marrëdhënien që keni pasur. Se sot Ka pasërti në marrëdhënien tuaj, në kohën si ka qenë, si është sot? nuk maj mend jetën time sa ndonjë bashkë që të kem folur një fjalë të keqe ose ta kem mërzitur një herë. Nuk maj mend Po këtë e jetën. thonë ju tani që s'është. Po e ka pas thënë edhe zonja këtë për ju? Po, s'është. Po S'është. si ka qenë, cili ka qenë sekreti i kësaj marrëdhënie kaq të Sekreti fuqishme dhe të ishte mirë? se nuk ja prishti kur njëri tjetër, pra si gjë. Dhe divushim shumë, se unë kam qenë, jam marrë me rinin, kam qenë që çuniri jam marrë me rinin, punë me rinin, me të rinj, me të reja. Po çka ka qenë, le të themi, elementi më kryesor që e ka mbajt kaq fort lidhjen tuaj? Elementi kryesor ishim gati në njanë. E njihit mirë njëri tjetrin? Po, njihim Besimin, shumë le të themi? E parë edhe e dyta, shkorim shumë. Shkorim, kishim marrëdhënie të jashtëzakonshme. S'tu mërzit asnjëherë? Nuk rria unë pa pirë kafe me ta. Bile, nuk dile as me shoqërinë mas dite. Vetëm me të do pje kafe, as një tjetër. Vetëm kur isha në punë me punonjës. Po. Jashtë punë vetëm me ata, me as një tjetër. Po nuk u mërzisje gjatë gjithë kohës me ato në shtëpi me ato gjithë ande? Së mërzitesh. Për kontra se frymëzohesha. Frymëzohesh. Po ka, mund t'jenë raste të rralla këto. Mund t'jenë raste të rralla. Dhe akoma e keni në mendje. 18 vite e kemi akoma në mendje dhe në zemër. Atje, sa herë që me merë malli, shkoj atje të varri. Shkon shpesh. Po, edhe atje i kam shotur të bari, i kam shotur. Flit tani ti zemra jonë, zemër të thoshim gjithmonë, zemra jote, zemra drite, asnjëherë nuk u mërzite, se ti jetove pak vite. Ça të them. S'du të ndasmoj më shumë, nuk du të luaj, nuk du që ta Ja, mbas më gasmor. të prish, Mbas të më se musha se kjo me është, Më musha se jo, me lot. më pëlqen që je i vërtet, je real dhe e shpreh atë, siç Po, jeni edhe po. në ato fjali që ndërtoni me del poetik, por e shoh që edhe shpirtin e pas keni ashtu. Edhe do iki vërtet në Amerikë. Jo Në shumë fund mirë, më mori, bëhet do qefi që ti iki jesh në mirë Amerikë. dhe realisht e vlerësoj që ka njerëz që më goditi fort kjo që tha tani. 18 vite që ka ndruar jetë zonja dhe keni akoma ndjesinë tek ajo. Bëhet fare. Dhe që nuk rri kjo pa është një vajt vlerësim atje. shumë i madh. Nuk rri pa vajt 2-3 herë, dhe shkoj të Varrezat, 2-3 herë muaj. Besoj se kjo do të jetë E unë një porosi kam pa juve. mesazh i Për fortë. juve Perëndia dua bëj diell edhe dritë, tërë jetën, jo vetëm këtë vit. Atë lumt. Të lumt, do ta shohim me optimizëm, se ndryshe negativiteti na rrethon gjithandej. Kjo është. Diell edhe dritë, Keni tërë shnet jetën, dhe jo vetëm këtë vit.